Pastaj është prej edukatës dhe prej sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që besimtari gjatë ecjes tij mos ta kthen kokën djathtas apo majtas, poshtë edhe nalt, para edhe mbrapa, vazhdimisht, nga se kjo nuk është shenjë e mirë e tij. A kështu thot Ebu Huraira, kështu thot Gjabir ibn Abdillah, disa transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana idha masha lam yaltafit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur ecte nuk thehej anash. A je duke ecë rrugës po, a këshir pak filan shtëpia, diçka helbet në borë, a duke ecë ma ndej këshir në kerë, a kush është mrenda, e kokën atje nalë në balkon, mos ka dalë dikush, a ndej ka, kjo nuk është në regull, nuk është në regull, besimtari ecë, nëse ka nevoj, a i duhet dikush edhe shikon anash është diçka tjetër, për ndryshe prej sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është që besimtari kur të ecë, mos ta kthen vazhdimisht kokën e tij anash dhe të shikon çdo gjë që ecë për rreth tij.